Po si ndikojnë alergjitë sezonale tek ata persona që prikën? Cilat janë ato simptomat e para që mund t'i vërin ata? Simptomet janë nga më të thjeshtat deri tek krijimi i reaksioneve të kryqëzuara që i themi neve, në qoftë se një individ nuk është diagnostikuar me kohë dhe ka lënë që sëmundja e tij të avancojë. Në periudhat e para të sensibilizimit do të kemi normalisht reaksionin në mukozën e syve, në mukozën e hundës, pastaj në mukozën e pjesës së sipërme të traktit respirator dhe do të përfundoj pastaj në pjesët e poshtme të traktit respirator. Do të thotë, një kruarje sysh, një lëtim sysh, kruarje të syve, kruarje hunde, të shtima, kruarje veshësh, kruarje të qelzës së gojës, ngjirje zëri, koll ngacmuese e pa justifikuar, do të jenë simptome të një rinokonjuktiviti. Do me thënë është sëmundja më e shpeshtë e cila manifestohet në rastin e sensibilizimit të pacientit nga polenet. Mirë po, thash, në qoftë se ky individ nuk është diagnostikuar me kohë, atëherë bëhet jo vetëm polisensibilizimi, do të thotë sensibilizimi i individit edhe në alergjen të tjerë të ngjashëm të familjeve të njëjta, por edhe intenziteti i simptomeve do të shtohet, sikundër që do të kemi një agravim të sëmundjes, do të kemi një reaksion shumë të fuqishëm. Për të pasuar vitet e ardhshme me një fenomen tjetër, i cili ndodhet pikërisht tek polenit, reakcioni kryqëzuar me anë të frutave ose pemëve dhe perimeve të cilat neve i marrim në përgjithësi. Pastaj, një reakcion i cili ka filluar si rinokonjuktivit mund të përfundojë me ndonjë angjëdhe, mund të përfundojë me një urtikarje të generalizuar me çrregullime të traktit gastrointestinal e deri tek një anafilaks. Do me thënë, këtësisht varet se në çfarë jemi të sensibilizuar ne.